Kombinimet më të bukura janë shenja zodiakale, një jo dhe një po. Marrim shenjën e dashit. Nuk mund të shkoj dot me demin, por të shkoj me binjakët. Në qoftë se kanë edhe numrat, domethënë datat e tyre që janë në mënyrë harmonike, mënyra harmonike është njëra mbas tjetrës, kjo do të thotë që kemi një lidhje ideale. Janë në simfoni që të gjitha gjërat, tu kemi vërtet një familje të shkëlqyer dhe në qoftë se këto janë të ndërtuara në mënyrë harmonike dhe bukur, çuditërisht bëjnë dhe fëmijë shumë të bukur. Marrim për shembull gaforen. Lidhja ideale e gafores është virgjëresha, por në qoftë se numrat janë harmonik me njëri tjetrin, kjo tregon veç ideales që këta janë dhe në mënyrë më perfekte. E supozojmë, nëse një gafore ka lindur në 29, numri 29 del 11. Këtë rast, në fund nuk i mbledhim, numri 11 është numri master, por e mbledhim e bëjmë 2. Dyshi, nëse personi i virgjëreshës është 3, apo 30, apo 12, se i bie 3, atëre 2, 3, kjo quhet harmonia. Nëse të gjithë numrat harmonik, si data e lindjes, si muaj, edhe viti dalin në mënyrë harmonike, këtu quhet një lidhje ideale. Dhe themi çuditërisht sa bukur, sa shans kanë, sa bukur shkojnë, sa ashtu, sa kështu. Këto janë të kurdisura, këtu është shansi, ky është fati këtyre. Jo të gjithë e kanë këtë shans.